Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë për shëndetet tona të sinqerta mbi vullën e gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona njihje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes virtyteve të tij, ku kemi ardhur tek mësimi 46 dhe autori Imam Tirmidhiu na flet për një kapitull të ri, dhe ai kapitull është të qarit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që në dersin e kaluar kemi folur për mënyrën e leximit të Kuranit nga i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmidhiu na flet për këtë kapitull përkatës e që lidhet me kapitullin paraprak, pra na flet për të qarit e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Pra, ky kapitull lidhet ngushtë me leximin apo formën e leximit të Kuranit nga i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidhiu vëllezër këtë kapitull ka sjell plot 6 hadithe që na tregojnë se kur i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qarë. Prandaj të qarit është një begati madhështore që i Madhi Zot ja jep robrit të tij, sikurse thot i Madhi Zot tek sura Najm ajeti 43, ai e bën të qesh dhe të qaj. Prandaj e qeshura, hidhrimi, kënaqësia dhe të ngjashme me të janë argument se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri sikurse ne. Mirëpo i Madhi Zot atë e kishte dalluar duke ja zbritur shpallin. Për atë edhe i Madhi Zot na thot tek sura Kaf ajeti 110, thuaj unë jam vetëm njeri sikurse ju. Mirëpo Allah subhanahu wa taala pra e kishte zgjedhur të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam vul e gjithë pejgamberisë dhe për ta mbajtur pra mesazhin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtë më së miri na sharon Ibn Kaimi kur flet për të qarit e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Thot Ibn Kaimi rahimullah se e qara pejgamberit ka qenë e ngjashme apo e njëjtë sikurse e qeshura pejgamberit alaihi salatu wasalam. Pra kur ka qari i dërguari i Allahut Muhamedi alaihi salatu wasalam nuk e ka ngritur zërin. Po ashtu dhe pejgamberi alaihi salatu wasalam kur ka qesh nuk e ka ngritur zërin shumë lart. Mirëpo e qajtura e tij më së shumti që është vrejt në fytyrën e pejgamberit alaihi salatu wasalam ka qenë kur të dërguarit Allahut i kanë rrjedhur lot nga 2 syt e tij, ndërsa gjoksi pejgamberit alaihi salatu wasalam pra ka gumzhit lehtë, sikurse kanë përmend pra dietarët, sikurse ajo tenxherja që është e mbushur me ujë apo me gjell dhe vlon to. Njëjti ka bë dhe gjoksi i pejgamberit alaihi salatu wasalam. Të qarët e pejgamberit alaihi salatu wasalam o vëllezër kanë ndodhur shpesh dhe në shumë raste të ndryshme. Pra i dërguari i Allahut Muhamedi alaihi salatu wasalam ka qarë si shenjë mëshire për të vdekurin. I dërguari i Allahut ka qarë nga friga që kishte ndaj krijuesit, ndaj Allahut subhanahu wa taala për umetin e tij. I dërguari i Allahut ka qajtur për përmballimin që do ta ketë me Allahun subhanahu wa taala, ka kajt për shkak të madhrimit dhe falendrimit që kishte ndaj Allahut subhanahu wa taala, sikurse që i dërguari i Allahut ka qajt edhe kur ai pra ka dëgjuar Kur'anin nga të tjerët. Pejgamberi i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam kur i vdiq i biri i tij Ibrahimi, sytë e tij kishin lëtuar, ndërsa sahabiu që ishte me të pra ishte befasu kur e pa pejgamberin alayhi salatu wasalam se sytë e tij lotonin. Dhe ky sahabi ishte Abdurrahman ibn Auf, i cili tregon dhe ishte dëshmitar, i cili thot se pejgamberi alayhi salatu wasalam çajti sytë e tij lotun, ndërsa unë ju drejtova dhe i thash: "O i dërguari i Allahut, a dhe ti pra çan?" Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "Syri loton, ndërsa zemra prikllohet, por ne nuk themi pos ato çfarë e kënaq Allahun subhanahu wa taala, pra jemi të pikëlluar me ndarjen tënde o Ibrahim." Dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu. Abdurrahman ibn Auf, o vëllezër, sahabiu nderuar, ka menduar se gjitha llojet e të qarrit janë të ndaluara dhe janë haram. Dhe kur e ka pa pejgamberin alayhi salatu wasalam se i dërguari i Allahut po çan, pra sytë e tij po lotojnë,
ka mendu se pejgamberi a.s. për shkak të mërzis të humbjes së djalit të tij Ibrahimit, pra vdekjes së djalit të tij Ibrahimit, ka mendu se mërzia ka bo që i dërguari Allahut me harru ndalesën e të qarit. Për atë dhe ka reagu. Dhe çfarë i ka thonë, a dhe ti o i dërguari Allahut qanë, duke mendu se gjitha llojet e të qarit janë të ndaluara. Mirë po i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e mësoi sahabijun, po ashtu e mësoi gjithë umetin e tij, duke thonë se nxjerrja e lotëve prej syve apo të qarit me zë të vogël, pra nuk është haram dhe nuk është e ndaluar, bile kjo është mëshirë dhe është virtyt. Pra haram është kur njeriu u vajton me zë të lartë, ku rënkon njërën për këtyre dyjave cilën e bën, apo nëse të dyjat i bën bashkë, ose kur i shkul flokt prej koke, kur e rraf gjoksin e tij, apo kur i mshon me shuplaka fytyrës së tij. Pra këto gjëra janë vepra të xhahiletit. Këto i ka ndaluar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ndërsa të qarurit dhe rrjedhja e lodhve prej syve, një gjë e tillë pra nuk është e ndaluar. Pra, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vëllezër, po ashtu ka qajtur kur kanë dëgju Kur'an prej Abdullah ibn Mesudit, sikurse do të na vjen edhe hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Po ashtu i dërguari Allahut vëllezër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qajtur kur e ka vizitu varrin e nonës së tij, pra Eminës. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas që ka qajt vet, i ka bërë të qajt gjithë sahabët të cilët kanë qenë me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe sahabët e kanë pyet pse qajto i dërguari Allahut, dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam këtu e shkon dhe thot se i kam kërkuar leje Allahut të lartësuar që të kërkoj falje për nonën time, por se Allahu azza xhelal nuk më lejoj. Ndërsa thot e kur i kërkova leje Allahut për ta vizituar, Allah i lartësuar më lejoi, dhe pastaj thot i dërguari Allahut, thot andaj thot vizitoni varrezat sepse ato u kujtojnë juve e vdekjen, dhe hadithi është tek Imam Muslimi. Pra kjo vizitë e pejgamberit alayhis salatu wassalam ka ndodhur kur i dërguari Allahut është kthy gjatë umrës apo gjatë marrëveshjes së Hudejbjes. Pra nona e tij Eminja dihet se ka vdekur si idhujtare, ka vdekur në kufër, në mosbesim. Pra ka vdekur kur i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka pasur 6 vite. Pra ndërsa në vitet 40 kur i dërguari Allahut i ka mbushur 40 vjet, atëherë Allahu subhanahu wa taala pra e ka bërë të dërguarin e tij si pejgamber të tij. Pra pejgamberi alayhis salatu wassalam ka qajt në shenjë dëmshurie, po ashtu edhe për Sa'd ibn Ubadën kur kishte shku për me vizitu. Më thonë, kur insani shkon dhe viziton një të vdekur dhe syt e tij, kur shkon dhe viziton një të smur dhe syt e tij lotojnë, më thonë kjo është rahmet dhe është mëshirë për atë të smurin, sepse kështu ka ndodhur edhe me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe po ashtu i dërguari Allahut kishte qajtur kur edhe ishte vrarë pra mizha i tij Hamza radiallahu anhu, po ashtu kishte qarë edhe për shahidët apo dëshmorët të cilët kishin ra mbetjen e motës. Po ashtu pejgamberit alayhis salatu wassalam i kanë rrjedhur lotët kur e ka po byluzykin e Hatixhes radiallahu anha, dhe në momentin kur e pa byluzykun u mallëngjy pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe syt e pejgamberit të Zotit rrjedhën lot. Pra Hatixha radiallahu anha këtë byluzyk ja kishte dhënë dhurat çikës së saj Zenepës, e cila ishte martuar me Asimin. Edhe në betejën e Bedrit, kur ka ndodhur betejë e Bedrit, dhe Asimi ka qenë mushrik, ka qenë idhujtar, dhe është nxorë rob prej muslimanëve, dhe është dashur me pagu lirin, dhe për mu liru, atër ka urdhëruar që me i çu lek prej Mekës, ndërsa gruaja e tij Zenepja nuk ka pasur diçka tjetër më të vlefshme se sa byluzykin e nënës së saj Hatixhes që ja ka dhënë dhurat kur është martuar. Dhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pa, domethënë byluzykin e gruas së tij, domethënë Hatixhes radiallahu anha, ka filluar që syt e tij me lotu. Autori vëllezër na e sjell hadithin 322
nga Abdullah, I cili thot se erdha tek I dërguari I Allahut, derisa ai ishte duke falur, ndërsa nga gjoksi I tij dëgjoi gumzhim prej të qarrit, ashtu sikurse vlon vekshi në zjarr. Pra zëri I cili ka dalë nga gjoksi I pejgamberit alayhis salatu wassalam, ky zot tregon frigën që I dërguari I Allahut e ka pasur ndaj Zotit. Tregon mallin që I dërguari I Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur ndaj krijuesit Allahut. Edhe po ashtu tregon edhe dashurinë që I dërguari I Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Transmetohet në hadithin e sakt që Imam Albani e ka bërë të sakt në Sahih at-Targhib 1468 nga Ubejd ibn Omer, I cili thot I kam thonë Aishës, gruas së pejgamberit, nënës së besimtar. O Aisha, a ke mundësi me më tregu një gjë të çuditshme që ti e ke parë të dërguarin Allahut Muhammedin alayhi salatu wasalam duke e vepruar? Aisha radiallahu anha për një moment ka hesht, nuk ka fol, dhe pastaj është përgjigjur dhe ka thonë: një natë I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam mu drejtu dhe më tha: oj Aisha, më lër sonte të adhuroj Zotin tim. Më lër sonte këtë natë të adhuroj Zotin tim. Dhe pastaj thot Aisha, unë ngriti dërguari Allahut, mori abdes dhe filloi të falet, vazhdoi të çaj sa që ju lak gjoksi, ju lak mjekra dhe ju lak toka aty ku I dërguari Allahut pra ka qenë apo kur ka ra në sejdë. Pastaj thot erdh Bilali radiallahu anhu dhe e thiri pra për namaz të sabahut, dhe kur e pa në atë gjendje duke qarë pejgamberin e Zotit, gjoksi ju kishte lagur, mjekra ju kishte lagur, vendi ku fali ju kishte lagur, ju drejtu dhe I tha: o I dërguari Allahut, përse po qanë kur I modhi Zot pra Allah I lartësuar ti ka falë mëkatet e kaluara dhe të ardhmet, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam ju drejtu dhe I tha: a mos t'jem rob falendërues. Dhe pastaj autori Imam Tirmidhiu në sjell hadithin 323 që e transmeton Abdullah ibn Mesudi, I cili thot se më tha I dërguari Allahut një ditë: o Abdullah, më lexo Kur'an. Ju drejtova dhe I thash pejgamberit alayhi salatu wassalam: o I dërguari Allahut, të lexoj ty Kur'an, ndërsa Kur'ani ty po të zbret, si me të lexuar ty Kur'an, kurse ty po të zbret Kur'ani? I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha: dëshiroj ta dëgjoj nga dikush tjetër. Dhe thot Abdullah ibn Mesudi, fillova duke lexuar Kur'an dhe erdha tek surja Nisa ajeti 41, derisa arrita tek ajeti e ty do të sjellim dëshmitarë mbi ata që nuk besuan. Thot Abdullah ibn Mesudi, pash që syt e pejgamberit alayhi salatu selam rrjedhin lot. Dhe këtë hadith e gjen tek Imam Buhariu. Pra, I dërguari Allahut vëllezër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka dëgjuar Kur'anin vetëm prej Xhibrilit alayhi salatu selam, por se I dërguari Allahut ka dëgjuar Kur'an edhe prej disa nga shokët e tij, prej disa sahabe. Dhe kjo dëshmon vëllezër se dëgjimi I Kur'anit nga të tjerët ka ndikim të veçantë në zemrën e robit, sepse insani kur e ndëgjon dikën tjetër duke lexuar Kur'an, do të thonë ai e mediton atë se çfarë ai po lexon, dhe mund të jetë zëri I tij tërheqës, edhe I bukur, gjë që atë e bën pastaj që përmallohet në takim me Allahun e lartësuar dhe e bën që sytë e tij të lotojnë. Dhe kështu edhe I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam veproi. Pra kur e ndëgjoi leximin e Kur'anit nga Abdullah ibn Mesudi, pejgamberit alayhi salatu wasalam filluan të I rrjedhin lotët. Çfarë thot Abdullah ibn Mesudi? Fillova të lexoj nga sura Nisa, derisa erdha tek ajeti e ty do të sjellën dëshmitar mbi ata që nuk besuan. Ky ajet, o vëllezër, na mëson se Allahu azza xhalla për çdo popull ka caktuar një dëshmitar. Për çdo popull ka caktuar një dëshmitar. Dhe dëshmitari I gjithë ummetit është I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sepse Allah e ka dërguar për gjithë njerëzimin. Po ashtu ky ajet tregon edhe drejtësinë absolute të Allahut azza xhalla. Sepse Allah azza xhalla nuk I bën pa drejtësi askujt. Pra ka dërguar dëshmitar, ka dërguar pejgamber,
për t'u atërekur njerëzve të vërejtjen, për t'i drejtuar drejt tauhidit dhe larguar prej shirkut, për t'i ndaluar ndaj ndalesave që i ka ndaluar Allah dhe për t'i urdhëruar për të vepruar vepra që i ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala. Ndërsa i dërguari jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vula e gjithë pejgamberëve, tha është dëshmitar për gjithë njerëzimin ditën e Kiametit. Pastaj çfarë thot Abdullah ibn Mesudi? Thot parë se sytë e pejgamberit alayhi salatu wasalam e lotonin. Pra, kjo është e qartë se robi, siç e përmenda më herët, gjatë dëgjimit të Kuranit, përmallohet në takimin me Allahun e lartësuar, i mediton pra ajetet e Allahut subhanahu wa taala dhe thellohet në atë se çfarë thot Allahu azza wa jalla, qoftë kur flet i Madhi Zot për dënimet, apo qoftë kur flet i Madhi Zot për shpërblimet që i takojnë, andaj edhe robi përmallohet për të, apo friksohet për të, edhe shese syt e tij lotojnë. Ndërsa pra ajo se çfarë kanë përmendur ulemaja, se i dërguari i Allahut ka çajtur kur kanë dëgju leximin e Kuranit nga Abdullah ibn Mesudi, ka thonë se lotët e tij kanë qenë lot të frigës, lot të dashurisë, lot të madhrimit, lot të mallëngjimit në Allahun subhanahu wa taala, por më e sakta dhe më e përafërta që e ka komentuar këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam, çajtja e tij kur kanë dëgjuar këndimin nga Abdullah ibn Mesudi, e ka përmend Ibn Hajeri në Fathul Bari, i cili thot se ajo që më duket më së afërmi dhe më e sakta se pse i dërguari i Allahut ka çajtur kur ka dëgjuar këndimin nga Abdullah ibn Mesudi, është se çau për shkak të mëshirës që ka pas për umetin e tij, sepse e ka ditë se me domos ai, pra pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka me dëshmu për umetin e vet në ditën e Kiametit për veprat e tyre që i kanë bë pas vdekjes së tij, ndërkohë që veprat e umetit të tij thot mund të jenë vepra jo të mira që e çojnë umetin drejt ndëshkimit, për atë dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam thot ka çoj. Imam Tirmidhiu vëllezër na sjell hadithin 324 nga Abdullah ibn Amr, i cili thot se një ditë prej ditëve, në kohën kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte gjallë, ndodhi eklipsi i diellit. Dhe i dërguari i Allahut me të shpejt u ngrit dhe urdhëroi që të bashkohen të gjithë dhe të falin namaz dhe ta lutin Allahun e lartësuar. Dhe këtu thot sahabiu se pejgamberi alayhi salatu wasalam filloi duke qarë dhe duke dënesur dhe duke thonë: o Zotim, a nuk më ke premtuar mu se nuk do t'i dënosh ata përderisa unë jam mesin e tyre? O Zotim, a nuk më ke premtuar mu se nuk t'i dënosh ata përderisa ata kërkojnë falje, pra bëjnë istighfar? Thot, ja ne po kërkojmë falje dhe po bëjmë istighfar. Pastaj thot sahabiu, pasi që i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i përfundoi 2 rekate të gjata, duke lexuar Kur'an gjatë, duke nejtë gjatë në ruku, duke nejtë gjatë në sejdë dhe duke lutur Allahun e lartësuar, thot drita diellit u paraqit sërish dhe pastaj i dërguari i Allahut u ngrit në këmbë, e falendroi Allahun, e lavdroi Allahun, e madhroi Allahun, ashtu siç ai e meriton të madhrohet dhe të falendrohet Allahu subhanahu wa taala. Dhe pastaj i dërguari i Allahut thot: dielli dhe hëna janë argumente pra argumenteve të Allahut, ato nuk errësohen për shkak të vdekjes apo për shkak të jetesës së dikujt apo lindjes së dikujt. Kur të errësohen ato, pra dielli dhe hëna, thot nxitoni në përkujtimin dhe përmendjen e Allahut. Gjatë jetës së pejgamberit alayhi salatu wasallam vëllezër, pra nxënja e hënës e diellit, eklipsi, ka ndodhur vetëm një herë. Dhe kjo ka ndodhur në vitin e 10 të Hijrëtit. Dhe ju e dini se i dërguari i Allahut ka vdekur në vitin e 11 të Hijrëtit. Pikërisht në këtë vit, në vitin e 10 të Hijrëtit, kur është nxon dielli, pra eklipsi, ka ndodhur edhe vdekja e djalit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, Ibrahimit. Prej bestytnive të ignorancës dhe bindjeve të cilat ata e kanë pas, kanë thonë se eklipsi i diellit apo hënës ndodh kur vdes dikush me thonë, ndërsa po atë vit kishte vdekur edhe djali pejgamberit alayhi salatu wasalam, Ibrahim. Ose kanë thonë kur të lind dikush që ka pozit lartë pastaj ai. Dhe këto kanë qenë për bestytnive, prej kufriateve, për shirkiateve.
Ndërsa i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pikërisht për këtë arsye, në momentin kur u liru dielli dhe ka dalë rrezet e diellit, kanë shëndrit, është ngrit pejgamberi alayhi salatu wasalam, masi që ka fal namazin e eklipsit, është ngrit para sahabëve, para njerëzve, dhe ka folur kundër këtyre bestytnive të kota, kundër këtyre kufrijateve, të ignorancës. Dhe kanë thonë se dielli dhe hona janë dy shenja përmes të cilave Allah i lartësuar i frikson robërit e tij. Jo që kur nxinët dielli ose hona, pas ka me vdek dikush me famë, ose pas ka me lindur dikush që do të ketë pozit të lartë. Pra, pejgamberi alayhi salatu wasalam gjatë eklipsit të diellit është fal gjatë dhe e ka lutur Allahun e lartësuar pa ndërprerje derisa është liru dielli. Pra i dërguari i Allahut edhe këtu o vëllezër e ka qit apo e ka vënë praktik fjalën Allahut të lartësuar tek surja Anfal 13, por Allahu nuk do t'i dëshkonte ata përderisa të ishin në mesin e tyre, dhe Allahu nuk do t'i dëshkojë ata përderisa ata i kërkojnë falje i kërkojnë falje Allahut. Pra i modi Zot o vëllezër ja ka bërë me dije umetit se i ka dy mbrojtje prej dënimit. Mbrojtja parë është prania e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe dyta është istikfari, kërkimi faljes. Mbrojtja parë, vdekja, prania e pejgamberit sa nuk ekziston, sepse i dërguari i Allahut ka vdekur, ndërsa ekziston mbrojtja dytë, që është istikfari dhe kërkim falje. Për atë kërkohet për neve që sa më shpesh të kërkojmë falje tek Allahu i lartësuar, edhe të kthehemi të penduar tek Allahu i lartësuar për veprat e tona të pahishme të cilat mund të i bëjmë. Pra, e gjithë kjo ka ndodhur për shkak të frikës që i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur për umetin e vet. Kur e ka pasur që është nxon dielli, është ngrit shpejt derisa kanë ardhur disa transmetime se i dërguari i Allahut ka harruar dhe me ngrit rrobën e vet. Ka pasur zhak për shkak të vrapimit dhe takimit me sahabë për me bë namazin, me fal namazin e eklipsit që Allah subhanahu wa taala pastaj me e liru diellin. Pra, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë pikërisht ashtu siç e ka përshkruar Allahu i lartësuar të dërguarin e tij, robën e tij, Muhamedit alayhi salatu wasalam. Siç thot i madhi Zot tek surja Taube, ajeti 128, thot: "Tashmë ju ka ardhur një i dërguar nga xhiri juaj, ati vjen rënd për gjunat që bën ju dëshiron të mirën me gjithë zemër, që t'ju shoh juve në rrugë të drejtë, dhe është i butë dhe është i mëshirshëm me besimtarët." Për atë dhe i dërguari i Allahut, momentin kur e ka pa eklipsin, është ngrit dhe ka pas frikë se mos ndoshta po i godet ndonjë dënim prej Allahut të lartësuar. Dhe pastaj autori vëllezër na sjell hadithin 325 nga Ibn Abasi, i cili thotë se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë në prehnin e vet bien apo mesën e cila ka qenë duke vdekur. Dhe i dërguari i Allahut kur e ka pa duke dhënë shpirt, e ka marrë dhe e ka vendosur në prehnin e vet. Pastaj thot përderisa ishte në prehnin e pejgamberit Zotit, thot ajo dha shpirt. Dhe në atë moment kur ka dhënë shpirt mesa e pejgamberit alayhi salatu wasalam, shërtorja Ummu Ejmen, që ka qenë shërtorja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka fillu me qajt me Zot lart. E ka ngrit zonë. Kur e ka ngrit zonën në prezencën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe i dërguari i Allahut me njëri u drejtua asaj dhe i tha: "Apo qanë në prezencë time?" Ajo i përgjigjet dhe i thot të dërguarit të Allahut: "O i dërguari i Allahut, thot po të shoh ty se edhe ti po qanë." Dhe ne treguam se si ka qenë forma e qajtjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ndërsa i dërguari i Allahut thot: "Unë nuk po qaj, kjo është mëshirë. Kjo është mëshirë." Besimtari, thot i dërguari i Allahut, është në mirësi çdo herë, në çdo gjendje. Edhe atëherë kur i nxirret shpirti, ai e falendron Allahun e lartësuar. Pra, nga mëshira e madhe, nga dëmshuria e madhe që i dërguari i Allahut e ka pasur për mesën e vet, dhe e ka pasur për gjithë njerëzimin pejgamberi alayhi salatu wasallam, për këtë umetin e tij, e ka marrë në prehën mesën e vet para se ajo të vdes. Dhe ajo vajza ka qenë çika Zenepës, mesa pejgamberit,
Umejme ka pas emrin. Më thonë i vdes pejgamberit alayhis salatu wassalam në duart e tij, duke mbajtur në prenën e vet. Dhe në atë moment kur e sheh që vdiq shërptorja, Mu'ejmen filloi të qanë. E qajtura e asaj nuk ka qenë e qajtur mi rjedh lot me zotult, por ka qenë e qajtur që e ka ngrit zonin altë. Për atë edhe i dërguari Allahut ka reagu dhe ka thonë, po e ngrit zërin lart, ndërsa unë jam prezencën tone, unë jam këtu dhe ti pe ngrit zonën dhe po qanë, por ajo i është përgjithë, ka thonë edhe ti o i dërguari Allahut po qanë, dhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, unë nuk po qaj sikur se qanë ti, sepse ti po qanë me Zot ngritur. Ka thonë dhe kjo është, ka thonë është rahmet dhe është mëshirë për të vdekur. Pra i dërguari Allahut tregon në këtë hadith se sytë e tij kanë lutu, ndërsa zemra e tij ka qenë e përulur ndaj Allahut të lartësuar, pa e qara, thot profeti Zotit, e qara ime nuk është sikurse e qara juaj, por ajo është mëshirë rahmet për të vdekur. Pra, e qara pejgamberit alayhis salatu wassalam, siç treguam edhe në hadithet paraprake, ka qenë mëshirë dhe është dëmshuri, jo vetëm për bien e tij, por edhe për gjithë njerëzimin. Pra i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtu ka bashku mes kënaqësisë me caktimin e Allahut dhe mes dëmshurisë dhe mëshirën që e ka pasur për të vdekur. Ndërsa pjesë e hadithit të pejgamberit alayhis salatu wassalam, besimtari është mirësi çdo herë dhe në çdo gjë, pra besimtari është ai i cili i fiton shpërblimet e falendëruesve kur Allah i jep të mira, dhe po ashtu i fiton shpërblimet e durimtarve kur ai sprovohet dhe duron. Për atë dhe i dërguari Allahut e ka përmend këtë pjesë të hadithit, besimtari është në mirësi çdo herë dhe në çdo gjendje. Dhe pastaj autori vëllezër na sjell hadithin 326 prej Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë se kur vdiq Uthman ibn Mad'uni, i dërguari Allahut e puthi atë pas vdekjes duke qarë, ose tha syt rrjedhin lot. Edhe ky hadith i pejgamberit është argument se lejohet me puth të vdekurin në ballë. Dhe kush e ka bo prej sahabëve, e ka qitë në praktik këtë vepër, pas pejgamberit alayhis salatu wassalam ka vepruar Abu Bekri radiallahu anhu kur i dërguari Allahut kishte vdekur, dhe Abu Bekri radiallahu anhu, e dini ngjarjen dhe tregimin, është futur në dhomën e Aishës, e ka pa pejgamberin e Zotit, ja ka largu pelerinin prej fytyrës dhe e ka puthur në mes dy syve, pra e ka puthur pejgamberin alayhis salatu wassalam në ballë. Dhe autori na sjell hadithin 327, dhe është hadithi i fundit për këtë temë, nga Anas ibn Malik, i cili tregon duke thonë se kemi prezentuar në varrimin e vajzës së pejgamberit alayhis salatu wassalam, derisa i dërguari Allahut qëndronte apo ishte i ulur pranë varrit të saj. Dhe pastaj thot sahabiu, i pash dy sytë e pejgamberit alayhis salatu wassalam rrjedhin lot. Dhe pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, a ka dikush prej juve i cili nuk ka bërë marrëdhënie intime me gruan e tij mbrëm? Thot Ebu Talha, unë ngrita dhe i thash, unë o i dërguari Allahut, jam ai i cili nuk kam bë marrëdhënie intime me gruan time. Dhe i dërguari Allahut pastaj më tha, o Ebu Talha, zbrit në varr dhe merre dhe vendose, lëshoje pra çikën time në varr, dhe kështu ka vepruar. Thot Ebu Talha, thot zbrita dhe e mora thot çikën e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe e vendosa në varr. Enesi radiallahu anhu thot, këtu thot, pra e kum pa pejgamberin alayhis salatu wassalam se syt e tij kanë rrjedhur lot, dhe këto lot kanë qenë lot mëshire dhe lot dëmshurie. Pra, po ashtu vëllezër, ky është edhe një argument se nuk preferohet me marrë gjenazë dhe me lshu në varr për atë person i cili ka kryer marrëdhënie seksuale atë natë, sepse i dërguari Allahut ju drejtuat pranishme dhe ju tha, a ka dikush që nuk ka bë marrëdhënie seksuale? Pra ai i cili ka kryer marrëdhënie seksuale natën, ndodh që nesër me prezantuar në varrim, nuk është mirë që ai me zbrit gjenazën dhe me lshu në varr. Përkundrazi është e preferuar që ai i cili nuk ka kryer marrëdhënie seksuale me e bën gjë të tillë, dhe jo ai i cili ka kryer marrëdhënie, sepse kështu i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar. Po ashtu vëllezër, ky hadith është argument se
lejohet me vendos në varr një grua të huaj që ti nuk je mahrem i saj. Dhe e dëshmon qartë hadithi profetik. Çfarë tha? O Ebu Talha, ngritu edhe vendose bien tim në varr. Pra Abu Talha nuk ka qenë mahrem i çikës së pejgamberit alayhis salatu wasallam. Pra lejohet që jo vetëm ata që janë mahrem me vendos një gru në varr, po lejohet edhe secili që i jepet mundësia ose dëshiron me bë një gjë të tillë, mundet me bë, sepse një gjë e tillë është e lejuar dhe nuk është haram, pra nëse e vendos dhe elshon pra gruan në varr, ky është dersi i jon për sonte. Lutim Allahun e lartësuar të na falë dhe mëshiron deri në dersin ton të radhës. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju shpërbleft.